Partia në pushtet VMRO DPMN kërkon nga ish kreu i LSDM-s Zoran Zaev dhe kryetari aktual Venko Filipçe që të përgjigjen nëse është arritur marrëveshje për përqindje nga shitja e banesave në Tetov në rastin e biznesmenit Daka. Sipas VMRO-s, përmes ndryshimeve të planit urbanistik në Tetov në vitin 2020, projekti është vlerësuar në rreth 200 milion euro, ndërsa përmenden edhe pretendime për përfitime personale dhe përfshirje në audioincizime që qarkullojnë në publik. Затоа СДС, Заев и Филипче се должни да одговорат дали бил договорен и процент од продажбата на становите кои во тоа време биле проценети на 200 милиони евра. Кога станува збор за криминал и корупција, СДС, Заев и Филипче се спремни да направат се само да го наполнат сопствениот джеп. Јавното обвинителство мора да ги истражи овие сомнеши. Nga LSDM u kundërpërgjigjen duke thënë se kjo është përpjekje për shpërqendrimin e vëmendjes së qytetarëve nga ajo me të cilën përballen çdo ditë, e që janë çmimet gjithnjë më të larta dhe frigoriferët bosh. Të gjithë e dinë se Bozhinovska e vendosi kompaninë e Dakës në planin e biznesit për energjetik të qeverisë së Mickoskit, dhe VMRO KG dhe Nikolovski për Dakën thonë se janë plotësuar të gjitha kushtet, dhe kjo për një person që është në listën e zezë të SBA-s dhe për të cilin ekzistojnë dyshime për lidhje me struktura ruse. Nuk ka ikje me shpikje. Përndryshe, Miodrag Daka Davidović është biznesmen nga Ballkani, i përmendur për lidhje të dyshuara me afera ekonomike dhe ndëkim në projekte ndërtimore biznesore në disa vende të rajonit.